Kampionati I futbollit Master 5x5 për qytetin Shkodër ofron shumë figura të ndryshme, intelektuale, sportive, por edhe me gjërë. Kemi edhe president të grupeve përkatëse dhe njëri prej tyre është edhe Emir Shimaj, presidenti I Basanja FC. Shimaj, kënaqësi që ju shikojmë duke luajtur, që ju kemi parë në rolin e presidentit. Kënaqësi për ju, po kënaqësi është edhe për mua, sepse normalisht kjo është një pasion I vjetër që I vazhdoj me ushtru në ta mundësitë tona. Duhet përgëzu për këtë aktivitet shoqata rajonale e futbollit, në bashkëpunim me Federatën Shqiptare, të cilit është hera e parë që nis ky lloj aktivitetit, edhe unë I përgëzoj, sinqerisht I përgëzoj, domethënë është diçka shumë e bukur dhe shumë pozitive që po bëhet edhe për aktivizimin atë në moshave që në një farë mënyrë nuk janë në futbollin aktiv përditshëm. Dhe vështirë për ta përballuar si kampionat nga ana individual në fushë. Do të thonë, kjo bukuria e këtij kampionati është një herë pjesëmarrja dhe pastaj e vështirë. Nuk është e vështirë sepse ne gjithë pothuajse lozim në ato format tona, domethënë në përkallçete të ndryshme. Kjo është diçka organizimi zyrtar dhe besoj se është shumë më I bukur. Të drejtosh një klub me emër si Basanja është në vërtet kënaqësi dhe përgjegjësi. Por do të luash futboll është e njëjta gjë. Cila presion më tepër? Basanja prandaj është kriju sepse ka kanë pasioni për futbollin, edhe kështu që është normale që pasioni për futbollin na ka shtyr me marrat atë nisën për Basanjen edhe shkojnë bashkë të dyja. Ju jeni pjesë e ekipit të shoqatës rajonale të futbollit Shkodër. Keni pretendime për ta fituar trofen sepse shikoj se ka individ të spikatur. Do të thonë grupi është I mirë, nuk po flasim për pretendime tani, do të thonë, por gjëja më pozitive është shumë I bukur ky aktivitet që po zhvillohet, edhe kjo është më e rëndësishme. Pjesa tjetër pastaj nuk ka se ka shumë rëndësi. Shikoj se është jashtë fushë edhe kryetari I shoqatës rajonale të futbollit Lazar Matia, akoma se ka shijuar formacionin. E keni ruajtur për ndeshjet e ardhshme? Po Lazari ka dhe detyrën e organizatorit si presidenti I shoqatës rajonale të futbollit, domethënë edhe normalisht I ka përgjegjësi më shumë se sa thjesht skuadra pjesëmarrëse në këtë kampionat. Kështu që Lazari ka meritën kryesore për organizimin e këtij aktivitetit, pastaj është edhe përgjegjësia e tij edhe marrëvajtja e aktivitetit plus edhe skuadra. Por është mësuar nga Arkesa Lazari dhe se ka problem. Shikoj se është zhveshur në kostum sportiv dhe është gati për lojë. Po, sheh një moment që ekipi ka nevojë dhe do të aktivizohet. Për ta mbyllur, se futbolli me Basanjen, si do të jetë Basanja e këtij fundviti? Basanja nuk është, ne kemi ca pikë që na mungojnë, por grupi është I mirë, skuadra është e mirë. Le ta shohim të dielën në orën 14 në fushën e Rashid Rusi, sepse për shkak të motit me shumë rreshe dhe fusha është shumë e ngarkuar me fusha në bushat me ujë. Edhe kemi rënë dakord gjitha palët që ndeshja zhvillohet ditën e diel për ora 14 në fushën sportive Rashid Rusi në Shkodër. Le ta shohim si do shkojnë. Besojmë që skuadra është mirë, grupi është mirë, pastaj ta shohim. Barazimi 3-3 në transfert me Naftarin duket se ju ka dhënë një farë morali. Do të thonë, unë mendoj që na mungojnë 2 pikë ajo ndeshje. Pastaj ta mendosh që në transfert, okay, në rregull barazimi, por unë mendoj që na mungojnë 2 pikë ajo ndeshje. Shimaj, faleminderit. Faleminderit juve për gjithçka bani për sportin. Sukses në kampionatin futbollit amator, por edhe me Basanjë. Faleminderit.